Marihuan brenda burgut të Dubrovës, sa po janë të sigurta burgjet e Kosovës. Ngjarje shqetësuese ka ndodhur brenda qendrës korrektuese të Dubrovës, duke rezultuar në raste të posedimit të narkotikëve, çka nxjerr në pah një mungesë alarmante të sigurisë në një prej institucioneve më të rëndësishme të sistemit korrektues. Sipas informacionit të siguruar nga Sinjali, oficerët korrektues kanë bërë një gjetje të papritur gjatë një patrullimi rutin. 5 paketime të vogla të mbështjella me letër me substancë të dyshuar narkotike, e cila pas analizës është identifikuar si marihuan me peshë 2 gram. Ky është vetëm një nga shumë raste që po shqetësojnë autoritetet dhe po bëjnë pyetje serioze për sigurinë brenda mureve të burgut. Por si është e mundur që një substancë e tillë të futet në një vend ku teoretikisht siguria duhet të jetë më e lartë? Një tjetër rast aty është evidentuar prap me 1 janar, ku gjatë një kontrolli rutin në uborrin e pavionit të hapur janë gjetur 4 cigare me marihuan, e që pesha e tyre rezulton të jetë 4 gram. Gjersa me 31 dhjetor është zbuluar një rast i blerjes, shpërndarjes dhe shitjes së paautorizuar të narkotikëve, po në këtë qendër korrektuese. Oficerët kanë vërejtur se i dyshuari Salim Malluta ka hedhur një send të dyshimt nga dritarja e pavionit numër 4 në drejtim të pavionit numër 3, e që menjëherë zyrtarët korrektues kanë gjetur 2 qese me marihuan me peshë rreth 7 gram. Autoritetet tani po zhvillojnë hetime për të zbuluar se si janë futur këto narkotik.